Panajot dhe Boni Hamzallari janë dy vëllezër të rinj korçar, cilët po spikasin me talentin e tyre në fushën e muzikës. Të dy luajnë në kitarë dhe këndojnë, ndërsa gjatë këtyre ditëve të festave kanë qenë disa herë në skenë e pazarit të vjetër të Korçës për të kënaqur vizitorët e shumtë që kishin zgjedhur këtë qytet për të pushuar. Ata tregojnë se kanë kohë që këndojnë dhe pse veten e shohin jashtë Korçës për shkak të mundësive të pakta. Unë jam 22 vjeç dhe fillimet e mia të para kanë qenë rreth moshës 8 vjeçare. Unë luaj në disa instrumenta, jam multi-instrumentist dhe vokalist. Unë luaj në kitarë, luaj jam basist për disa banda të ndryshme, edhe vokalist në bandën time. Në zhanërim kryesor është rock, hard rock, aty jam mirë. Nuk mendoj që arti dhe zhanëri mund të mbështeten në këtë vend, për arsye se mbështeten shumë antivlera. Patjetër, neve kemi disa krimtari tonat origjinale që së shpejti do t'i lançojmë, pak nga pak, për të kënaqur në radhë të parë shpirtin ton, edhe për të kënaqur disa njerëz me kokra që pëlqejnë këtë lloj muzike. Me kokra janë. Jo, nuk ka. Shumë të pakët. Ne kemi rreth 10 vite që këndojmë dhe merrem me muzikën live. Këngët kryesore që janë për ne janë serenate korçare, sepse është brumi ku ne jemi rritur. Në ato jemi rritur, në ato jemi mësuar dhe është muzika e shpirtit ton. Patjetër. Do thënë, neve studiojmë dhe rrymën rock, edhe luajmë edhe rock. Të ardhme, nuk mund ta themi të ardhme, por një pasion joni. Është çështja e mbështetjes. Domethënë ne nuk kemi shumë mbështetje, domethënë për krimet që neve duam të bëjmë. Sepse neve kemi dhe krimet tona, por është mungesa e mbështetjes. Janë të shumë të rinj si dy vëllezërit Hamzallari, të cilët kërkojnë mbështetjen e institucioneve për promovimin e tyre artistik në juglindjet të vendit.